të qëndroj jashtë. Është ide mirë për një parti politike? Shiko, ata i din punë të veta më së miri, analizat e tyre, elektoratin e tyre, prejkajnë godit e tjera. Unë e vazhdoj mos shoh ende një gjas për pas një koalicion LVV-PDK, sepse besoj që në këtë rast ta zonë vetëvendosja do të preferonte me LDK-n, sepse thjesht mendon edhe ta gëlltis një farforme, ashtu si që ka gëlltit në atë periudhën e pandemisë, pra. Natyrisht edhe me gabimet që u bën kur ra qeveria, mund bëjmë tash analizë gjatë post festum apo post mortum apo post pandemisë. Po pse do të ishte? Pse nuk shihni mundësi për një koalicion LVV-PDK? Janë aq të largët me qëndrime, marrë parasysh se e kanë të qartë që çështjen e presidentit nuk e zgjidhin dot, edhe nëse VV-ja bën me LDK në koalicion. Sërish do t'i duhet mbështetje e të tjerëve. Shko, në politik tash në këtë rast po hamencojmë, sepse e kemi vështirë ta dim dinamik. Jemi mësuar që deri në ditën e fundit mos kuptojmë, pastaj të befasohen. Pastaj kemi edhe dinamikat, po për atë sa deri tash ka bë poteza Zoti Kurti, ai e sheh si temi këtë lojën me PDK-n pak më të vështirë, sepse megjithatë PDK-ja është një parti në këto kondita më vështirë dëmtohet, më vështirë ta them bluhet, përkundrazi ata friksohen që ndoshta PDK-ja mund të përfitoj shumë a shumë ti dominoj, gjithsesi. Po, në një koalicion për shkak që thojnë i kanë strukturat që kanë bërë në administratë, strukturat që kanë bërë në gjyqësi, e tjera, cilat nuk kontrollohen. Por, po them, natyrisht nuk mund të asgjë të përjashtojmë, atë që unë e di, Zoti Kurti mund të na dërgojë edhe disa herë zgjedhjen në përpjekjen e tij për të dalë mbi 50 dhe ta bëj vetë. Pafundësisht thoni, sa herë që nuk i pëlqen rezultati, unë besoj që po, mund të kemi një qeveri teknike ndoshta mas kësaj, natyrisht, varësisht për rezultatit, sepse ne ende nuk i dim në parim, ne do duhet të kishim në rezultat në parim, po flasim, me këto zhvillime, mendoj lëvizjet vogël, pak më të favorshëm për opozitën, por jo shumë të favorshëm. Jo shumë të favorshëm sa ta zëm të dalë Zoti Kurti apo vetëvendosja e dyta, apo dalë ta zëm e tërë. Ato që unë e shoh, një tendencë të opozitës përgjithësi është për ta vënë Zotin Kurti në 40 deputet, jo 40%. Por në këto rrethana dhe kjo është problematike. Kjo besoni që do varet krejt se si do e shfryzojnë tani këtë blokadën për ta shndruar në strategji marketingu për veten. Por rolin e presidentës se e keni parë në krejt këtë lojë politike, le të themi, përfshirë dhe vendimin e fundit për datën e zgjedhjeve. Presidentja ka pas një kohë një ftohje, marrëdhënieve jo të mira, një historit marrëdhënieve të ftohura me Zotin Kurti, dhe tash e kemi paprit mas një tjetër mujt mjaltit, ta them mes kryeministrit detyre dhe presidentit, nuk i bën derë kjo pozitës e presidentit, dhe presidentës këtë rast, sepse duket që është vënë tërësisht në shërbim të Zotit Kurti. Unë me qëllim po e përmeni Zoti Kurti, sepse besoj që vetëvendosja është një instrument në durët e Albin Kurtit dhe jo në i partije cila nesër mund të mbjetoj ta zonë pa Zotin Kurti. Pra thjesht është një instrument i cili shfrytëzohet nga ai, njerëzit votojnë për Albin Kurti, nuk votojnë për vetëvendosjen në thelb. Kështu është pak a shumë kjo tipike për politikanët populistë. Dhe çka ju bën të besoni që presidenti është vënë në shërbim të Zotit Kurti? Për faktin që i dha një mundësi të dytë për mandatarin, pa qenë e sigurt se ai do t'i ketë votat, apo ky vendimi i fundit... Ishte edhe Glauku i cili gati që e tha që si kam. Ishte shumë e qartë dhe ne po krijojmë pastaj një precedent jo të mirë, që ti t'japsh të dytit pa qenë as pak i sigurt se ai i ka votat. Dhe natyrisht këtu tash është edhe kjo loja që tjetë fundi vitit, vjen diaspora, vetëm ideja e diskursit se diaspora është
me zotin Kurti, është me vetëvendosin, është e mjaftueshme. Përndryshe, ata njerëzit tanë që vinë këtu e kryjnë punën e kanë të drejtën me... U pa sikur e pavarësisht që partitë e ish bllokut opozitar e kërkuan datën 21. Nuk ju pëlqeu as pak ideja që t'jetë data 28. Sikur nuk e protestuan shumë këtë veprim të saj, për shkak se ja kam frikën pastaj një farforme nuk është se e kanë guximin ta kundërshtojnë, sepse diaspora mund të edhe tu hakmerat. Po, natyrisht. Sepse nuk përkthehet si... Edhe veprimi ishte në fund ditës në kuadër të kornizave të lejushme. Pra, presidenti megjithatë nuk bëri diçka që ishte brenda ditëve të lejuara për kur duhet të shpallën zgjedhjet. Kjo është data 28 është e papërshtatshme, po flas edhe për faktin që ne jemi në fund të vitit, janë festat e fund vitit e tjera, por kështu është vendos dhe po besoj që presidentja këtë afrim të vit të kohë të fundit që e ka rikthim, ta them, të marrëdhënieve, e ka më shumë duke u brengos për fatin e saj për një mandat tjetër apo edhe për fatin e saj politik, nëse nuk i ka gjasat për Gjithsesi ju mendoni që është mirë që ju dha mundësia diasporës tani duke qenë këtu të votojnë nga këtu apo jo? Po pse jo? Domethënë ata e kanë atë drejtë, vinë këtu dhe realizojnë të drejtën e tyre. Unë mendoj gjithmonë që ne disi e kemi ndërtu një diskurs dhe një naracion i cili mund t'jetë i dëmshëm për gjithësi në shoqërinë, e duhet bërëm përpjekje që këtë toksicitetin që e kemi këtu mos ta shpërndajnë vazhdimisht, sepse toksiciteti pastaj në diasporë është edhe rritet edhe më shumë për shkak largësisë, për shkak mosnjohjes çdo herë të realitetit, dhe ne duhet ta dimë që tradicionalisht ajo që ndodh në Kosovë bartët në diasporë. Gjithsesi tani nuk është e pamundur të mos e dinë se çfarë po ndodh.